Komisioni Zgjedhor Komunal në Gostivar sot organizoi ceremoninë e certifikimit të këshilltarëve të rinj komunal, duke shënuar kështu kurorëzimin e procesit zgjedhor për zgjedhjen e Këshillit Komunal në Gostivar për periudhën 2025-2029. Ceremoninë e certifikimit të këshilltarëve e shpalli të hapur Aisha Husseini nga Komisioni Zgjedhor Komunal, e cila i falenderoi të gjithë pjesëmarrësit në procesin zgjedhor për kontributin e dhënë, ndërsa këshilltarët e rinj i uroi për suksese. Me lejoni në emrin tim dhe në emrin e Këshillit Komunal Zgjedhor të Komunës së Gostivarit, të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit në procesin zgjedhor të Komunës së Gostivarit për kontributin pozitiv në mirëvajtjen e procesit zgjedhor të rrethit të parë të zgjedhjeve në komunën tonë. Po ashtu, me këtë rast me lejoni që të uroj të gjithë antarët e ri të Këshillit Komunal të Komunës së Gostivarit dhe uroj sukses në detyrat e tyre që i presin në mandatet e ardhshme. Kryetari i Komisionit Zgjedhor Komunal Gazmenti Arshari kërkoi që zëri i këshilltarëve të jetë zëri i popullit në Gostivar. Dhe një përshëndetje speciale për komisionin tim, grupin tim që e kanë treguar një mençuri t'jashtëzakonshme gjatë procesit zgjedhor. Deputetëve të ri komunal, nuk e them me qëllim si këshilltar këtu e thirrim, të gjithë jemi deputet komunal, ne kemi një kërkesë si qytetar këtu, që në të ardhmen punohet për qytetin edhe zëri juaj të jetë zëri i popullit në Gostivar. Të ftuar në këtë ceremoni ishin kryetari aktual i komunës së Gostivarit Valbon Limani, si dhe përfaqësues të bashkësive fetare të qytetit. Prifti nuk mundi të jetë prezent, por e përcolli urimet e tij për përbërjen e re të këshillit, ndërsa përfaqësuesi i muftinisë së Gostivarit Mallzim Zendeli uroi që zëri i këshilltarëve të humboj për kërkesat e qytetarëve, ashtu siç humbon zëri i ezanit në minaret e xhamive dhe zëri i kambanave në kisha. Jam shumë i nderuar sot në emër të Bashkisë Fetare Islame, Muftinia e Gostivarit, dhe në emër të muftiut të saj, Sabahuddin Efendi Zendeli, të gjithë juve që përshëndesi me përshëndetjen e paqes, e që është paqja, mirësitë dhe begatitë e Zotit, qofshin mbi të gjithë ju dhe ne dhe mbar njerëzit tanë. Ndërsa këshilltarëve të ri nga ana e Muftinisë së Gostivarit u lëm një porosi. Populli vendosi, populli ju zgjodhi, ju jeni zëri. Ngrit një zërin sikur ngrihet ezani në minare dhe kambanat e kishës në vendin e saj. Suksese dhe urime që të gjithëve. Sipas rezultateve të certifikuara, përbërja e re e Këshillit Komunal në Gostivar është me Savion. Alanca për shqiptarët ka 12 këshilltar, VMRO DPMN 5 këshilltar, Vlen 3, TDP 2, LSDM 1. Bashkim Hasani, që ishte i pari në listën e Vlenit, ka parashtruar kërkesë për t'u tërhequr nga mandati i fituar dhe në vend të tij vjen Albin Deralla. Ndërkaq, ndarjen e certifikatave e bëri antari i Komisionit Zgjedhor Komunal në Gostivar, Halit Elezi. Në fund të ceremonisë së certifikimit të këshilltarëve u realizua fotografia e përbashkët para objektit komunal dhe pas kësaj janë plotësuar të gjitha procedurat ligjore për konstituimin e Këshillit të ri, i cili pritet të mbajë mbledhjen e parë konstituive në ditët në vijim, ku do të zgjidhet edhe kryetari i Këshillit Komunal.